dy nga parashikimet e tij për vitin 2026, ai pretendon se janë realizuar. Por tani, Nostradamusi i gjallë paralajmëron për një të tretë, dhe këtë herë pasojat thuhet se mund të jenë globale. Quhet Atos Salome, një mistik brazilian që është bërë i njohur në internet për pretendimet se ka parashikuar ngjarje të mëdha botërore. Në fund të vitit të kaluar, ai publikoi 10 parashikime për vitin 2026. Një prej tyre lidhej me tensionet mes Iranit dhe Izraelit. Salome kishte paralajmëruar se tensionet në lindjen e mesme do të arrinin një pikë kritike dhe kishte përmendur edhe çështjen e pasurimit të uraniumit në Iran. Sipas tij, kjo do të sillte një periudhë të re të paqëndrueshmërisë në rajon. Por ky nuk është i vetmi parashikim që ai pretendon se është realizuar. Salome ka marrë gjithashtu meritat për një parashikim rreth futbollit, duke thënë se kampioni i botrorit do të lidhej me ngjyrat e zjarrit. Por tani vëmendja është kthyer te parashikimi i tretë. Sipas Salome, një tjetër zhvillim shqetësues lidhet me Rusinë dhe Arktikun. Ai pretendon se Rusia mund të zhvendosë sisteme raketash në zona strategjike të rajonit, dhe këtu historia bëhet edhe më interesante. Ekspert të sigurisë kanë paralajmëruar se shkrirja e akullit në Arktik po e bën rajonin gjithnjë e më të rëndësishëm për interesat ekonomike dhe ushtarake të fuqive të mëdha. Salome ka bërë edhe parashikime të tjera për vitin 2026, duke përfshirë Rusinën dhe Ukrainën, tensionet mes Kinës dhe Tajvanit dhe shpërthimet e gripit të shpendëve. Por a janë këto vërtet parashikime të sakta? Apo bëhet fjalë për deklarata të përgjithshme që mund të interpretohen pasi ngjarjet kanë ndodhur? Një gjë është e sigurt, sa më shumë zhvillohen ngjarjet e vitit 2026, aq më shumë vëmendje po marrin pretendimet e Nostradamusit të gjallë, dhe pyetja më e madhe mbetet, çfarë do të ndodhë me parashikimin e tretë?